Sot kemi një ndërhyrje kirurgjikale në zemër, që është ndërhyrja më e shpejtë e që quhet bypass koronar ose CABG. Kjo ndërhyrje bëhet tek pacientët që kanë bllokime në arteriet koronare apo arteriet që furnizojnë muskulin e zemrës me gjak. Këto bllokime mund të çojnë në bllokim të furnizimit të gjakut të muskulit të zemrës që njihet si infarkt. Qëllimi i operacionit është që të rikthejmë qarkullimin e gjakut në zemër, duke krijuar rrugë të reja përmes arterieve apo venave që i marrim nga trupi i pacientit e që quhen grafte. Këto operacione janë mjaft sigurta, kryesisht kanë rezultate të mira dhe pacienti i rikthehet jetës dhe kualitetit të jetës së mëparshme. Gjatë operimeve të bypassit, marrim arteriet nga gjoksi i pacientit apo venat nga këmba e pacientit, të cilat i përdorim për të krijuar rrugë të reja, pra bypasse të reja, duke anashkaluar enët e bllokuara të gjakut që furnizojnë muskulin e zemrës me gjak. Damarët e zemrës apo enët e gjakut, enë koronare, janë shumë të holla me diametër milimetrik. Ne gjatë operimeve përdorim lupe zmadhuese për të zmadhuar fushën vizive gjatë operimit. Çdo kirurg para fillimit të operacionit bën larjen e durve, që është shumë e rëndësishme për të mbrojtur nga infeksionet si në kardiokirurgji edhe në operacione tjera. Sapo përfunduam operacionin e sotëm, ku realizuam 3 bypasse, pra ishte një bypass i 3 fisht, ku kemi bërë zëvendësimin e 3 arterieve apo 3 damarëve të zemrës me 3 grafte përkatëse. Operacioni kaloi mirë, pa komplikime, pa çrregullime hemodinamike. Pacienti tani do të zhvendoset në kujdesin intensiv, ku do të jetë në përkujdesje dhe monitorim të vazhdueshëm nga ana e anesteziologëve dhe reanimatorëve, po ashtu edhe në kujdesin tonë. Pacienti është ende i seduar, do të zgjohet spari nga anestezioni, pastaj vazhdojnë procedura tjera të mobilizimit. Në ditën e 2-3 zakonisht heqim drenat dhe pacienti kalon në repartin e kardiokirurgjisë, ku po ashtu vazhdon në përkujdesje të gjithë ekipës dhe fizioterapeutëve, mobilizohet dhe bëhet i gatshëm për të liruar në shtëpi zakonisht në ditën e 7 postoperative.